Kush janë njerëzit që sakrifikuan gjithçka për Shqipërinë? 10 patriotët më të mëdhenj. Në çdo komb, historia shkruhet nga ata që zgjedhin të mos jetojnë vetëm për veten e tyre, por edhe për të tjerët. Ata që nuk e masin jetën me vite, por me ideale. Shqipëria që shohim sot nuk do të kishte ekzistuar kur pa disa burra të rrallë, të përkushtuar, të vendosur dhe shpeshherë të vetmuar. Këta janë patriotët tanë. Nuk janë të pagabueshëm, por e deshën këtë tokë me një dashuri që nuk negociohej. Në këtë episod do të ndalemi te 10 prej tyre. Do të kuptojmë kush ishin, çfarë sakrifikuan dhe pse do të mbesim përgjithmonë në histori. Në shekullin e 15, Gjergj Kastriot Skënderbeu u kthye në Arbëri, jo si robi perandorisë osmane që e kishte marrë peng, por si udhëheqësi një kryengritje që do të zgjaste 25 vjet. Ai bashkoi princat shqiptar në një kohë përçarjeje dhe ngriti një rezistencë që ndaloi avancimin osman drejt Evropës, pa ndihmë të qëndrueshme nga jashtë, por me besimin e popullit. Ai u bë simboli i rezistencës, i besës dhe i krenarisë kombëtare. 3 arsye pse quhet patriot i madh. Luftoi për lirinë e trojeve shqiptare, bashkoi shqiptarët përtej përçarjeve lokale, frymëzoi brezat dhe u kthye në simbol kombëtar.